por ajo çka është një shqetësim që ndoshta konsultohen prindrit që janë më të vetëdijshëm, është fjala, a është rrezik për fëmijët e vegjël që shkojnë futboll ose çfarëdo sporti, se u kapëm te futbolli rastisht, me 5-6 vjeç 7, dhe gjatë ushtrimeve mund të krijojnë muskuj, a pengojnë rritjen? Jo, realisht nuk e pengojnë rritjen, çdo sport veç që stimulon rritjen, cilën do moshë që fillon. Fëmijët zakonisht rekomandimet 5-6, në shumicën e vendeve thonë mas moshës 7 vjeçare me fillu, po nuk do të thotë ajo që e pengon zgjatjen në sporti. Përkundrazi, veç e stimulon ende ma shumë zgjatjen edhe gjitha këto. Kështu që ato janë ma shumë mite. Unë pa marrë parasysh që marrë me futboll, po zyrtarisht kam qenë pjesë e taekwondos, kështu që edhe në taekwondo ka shumë lëndime, që sport luftarak, kështu që...